Unë besoj që është domosdoshmëri dhe kur është domosdoshmëri, gjitha palët, gjitha partitë duhet ta shohin si domosdoshmëri. Vendi ynë ka humbur mjaft me atë periudhën pa institucione, mund të themi të vendosura me mandat të plot dhe nuk kemi nevojë që të kalojmë prapë në një fazë të tillë, veçanërisht kur tashmë është bërë i qartë edhe vullneti i qytetarëve të Kosovës. Para një muaji, pra pak më shumë se një muaj, kemi pas zgjedhje ku lëvizja vetëvendosje ka marrë 51.11% të votave të qytetarëve të Kosovës dhe normalisht që asgjë nuk mund të ndryshojë perceptimin dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, sidomos për në një periudhë kaq të shkurtër. Prandaj unë besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të pranojmë vullnetin e qytetarëve dhe të e kemi përkushtimin e njëjtë në raport me ndërtimin e institucioneve dhe me funksionimin e shtetit.